Mbrëmja e 10 e spektaklit Ferma VIP 2, transmetuar në ekranin e Vision Plus, solli një rrjedhë emocionesh të forta, vendimesh të papritura dhe surprizash të paparashikuara për publikun dhe fermerët. Moderatorja Luana Vjollca hapi mbrëmjen me 2 zarfe të njëpasnjëshëm, ku përmbajtja e tyre shkaktoi jo pak trazira në lojë. Një përjashtim i papritur befasoi fermerët. Duke marrë parasysh shkeljen në mënyrë flagrante dhe me vetdije të plotë të direktiva të produksionit, Agai ka vendosur. Casey përjashtohet menjëherë nga Ferma VIP, duke humbur përfundimisht statusin fermere. Casey u largua nga Ferma VIP pasi theu rregullat e spektaklit, duke braktisur shtëpinë e fakirit për t'u bashkuar fermerëve të tjerë në festimet e 1 majit, pavarësisht urdhrave të Agait. Ky vendim i prerë u mor për të dhënë një shembull për pjesëmarrësit e tjerë, asnjë shkelje nuk do të kalojë pa pasoja. Mes tensionet nuk munguan edhe lajmet e mira. Big Mama, e cila këtë javë mbajti me dinjitet rolin e kryefermeres, me urdhër të Agait do të mbajë këtë post deri të hënën. Big Mama. Ndërkohë, Big Mama, përveç mandatit të zgjatur, rezultoi edhe fermerja e preferuar e publikut, duke i dhënë kështu edhe imunitetin. Bashkë me të, Limi dhe Ester nuk do të jenë pjesë e nominimit pas suksesit në sfidën e qypave. Ndërsa disa nga fermerët gëzojnë privilegje, të tjerë u përballen me sfida dhe vendime të vështira. Big Basta, Andrea dhe Nur u larguan nga shtëpia e fakirit me urdhër të Agait, por me njëherë më pas u vendos që ata të shkojnë në televotim bashkë me Albën, e cila u dënua në spektaklin e së hënës së kaluar, po ashtu për shkelje të rregullave. Cili prej fermerëve ka qëndruar më shumë te fakiri? Tensioni kulmoi pas sfidës fizike dhe inteligjente. Ron, Elinara dhe Ylli ju shtuan listës së të nominuarve. Humbja e Ronit ndaj Frederikut nuk ndikoi vetëm tek ai, por edhe tek 2 bashkëlojtarët e tij, duke i çuar në nominim. Kështu televotimi i kësaj jave bëhet më i fortë se kurrë. Alba, Nur, Big Basta, Andrea, Roni, Elinara dhe Ylli janë 7 emrat që publiku do të duhet të zgjedhë për të qëndruar apo për të lënë garën. Një moment prekës përjetoi edhe Ylli, i cili pas letrës së marrë të hënën nga ish-partnerja, këtë herë u telefonua nga daja e tij Dukagjini. Edhe të gjithë jemi krenar me tyje. Nuk e ki idenë se sa... Ai i shpreh mbështetjen dhe krenarinë e familjes, duke inkurajuar të vazhdojë rrugëtimin në fermë. Një mbrëmje e ngarkuar me emocione, surpriza dhe kthesa të forta që mbajti shikuesit të mbërthyer para ekranit. Për të mos humbur asnjë moment nga Ferma VIP 2, mos harroni të ndiqni zhvillimet 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet e platformës Strings dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Mos harroni! Faleminderit të gjithëve, ju duam natë